do vitë Zengjineja, do bëhet deputete, o bëhet deputete Zengjineja, se ka thënë Fyreri, Obernoc Fyreri. Çfarë? Ka thënë dua Zengjineja dhe du deputete, 12 fjeri. Me u bë Zengjineja deputete e parlamentit, atëre Gjergj Fishta i meriton eshtrat në bun. I meriton. Unë më thënë, qikosh parlamentin e 1921 që unë e kam të studio podcastit, me Dom Nikol Kaçore, me Gjergj Fishtën, me Hajredin Bejcakra, me lloj kolosësh, që i shkonde dhe kostume, dhe të vi Zengjineja, ca ushje nga Roskoveci, që të futin burg, se shtron rrugën me çakull, se s'ta ka shtru bashkia, atëre vlla qaf paqin veten, ne nuk meritojmë këtë, ne meritojmë më kise kë. Pse? Sepse neve jemi vetëm duke ankuar, më është i keq Rama, po më është i keq Rama, po çka ke bote, ke ngri strukturat e. Ore ta lash shpend gashin 16 vjet, si mul noka, apo tjetri, ore ti lash në Flori, nuk ti do më njeri më zotre. Nuk ti do më, ta kanë treguar, nuk dihet se çfarë duhet bëj ky popull më që toj nuk ti dua, vëlla. Para këtij zgjedh Zengjineja, kupton sa e tmerrshme është. Mungesa e ofertës. Është mungesë oferte, kjo po treguar. A ka manipulu Rama? Kush nuk ka manipulu këtu?